E shikues të dashur, po besoj që u ëmbëlsuat mjaftueshëm e ta shikoha për mysafirët tu në studio. Sot kam kënaqësinë të kemi në studio përfaqësues nga Handicos Kosova, një organizatë me dekada përvojë në mbështetjen, fuqizimin dhe promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Me ta do të flasim për historikun, aktivitetet, projektet, sfidat dhe sukseset që kanë shënuar ndër vite. Faleminderit shumë që jeni bashkë me ne në Pasion e Profesion, është kënaqësi shumë e madhe që kem këtu, bashkë në sofrën e Prishtinës. Është kënaqësi shumë e madhe dhe më lëni që t'ju prezantoj për të gjithë shikuesit e Pasion e Profesion. Këtu bashkë me mua janë Gresa Stubla, menaxhere e programit Handicos, dhe Kalterina Misini, udhëheqëse e zyrës për komunikim. Do flasin shumë çka. Mirë se keni ardhur në këtë tryezë kaq të bukur, e cila është përgatitur nga Flower Dice, e cila është një flower shop ku mund të gjeni shumë lule të bukura, por gjithashtu edhe dekore të ndryshme për eventet e juaja. E të rikthehemi te biseda bashkë me Gresën dhe Kalterinën. Do të na tregu pak cilat janë shërbimet kryesore që Handicosi ofron sot për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara. Handicos është një organizatë jo qeveritare, jo profitabile, e cila punën e saj e bazon 100% vetëm në projekte. Si organizatë është themeluar në vitin 1983 si iniciative Zotëri Halit Ferizit bashkë me një grupi tjetër të personave me aftësi të kufizuara, të cilët e kanë krijuar këtë organizatë si shkak si revoltë ndaj gjendjes në cilën personat me aftësi të kufizuar kanë qenë dhe si rezultat i nevojës për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, por gjithsesi edhe përmirësimit të kushteve të jetesës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Handicos tash 4 dekada ofron shërbime, një gamë të gjerë të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara, ku si organizatë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në përmirësimin e kushteve të jetesës, në të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, në avokim dhe lobim, por gjithashtu edhe në ofrimin e shërbimeve sociale. Handicosi gjithsesi funksionon në bazë të programit rehabilitimit të bazuar në bashkësi. Ky program prej vetë emrit të tregon se është program i cili bazohet në komunitet, ku ofron një shumë llojshmëri të shërbimeve. Prej tyre janë 5 shërbime të cilat ofrohen. Është shërbimi primar fizikal dhe ai psikosocial, i cili ofrohet për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara dhe ka për qëllim prevenimin e komplikimeve të cilat vijnë si shkak i aftësisë së kufizuar, gjithashtu edhe përgatitjen për edukimin parafillor dhe fillor për fëmijët dhe sigurisht edhe për menaxhimin e gjendjes psikosociale, psikoemocionale për personat me aftësi të kufizuara. Shërbim tjetër i cili ofrohet është shërbimet e ofruara në shtëpi, ku Handicos për shumë dekada ka identifikuar shumë persona me aftësi të kufizuar në terren, të cilët kanë qenë të izoluar si shkak i vështirësive që vijnë edhe nga aftësia kufizuar. Si funksionojnë këto shërbime në shtëpi? Shërbim pak më na tregoni. Patjetër. Shërbimet që ofrohen në shtëpi janë shërbime i fizioterapisë, shërbimi psikosocial, madje edhe shërbimi i infermierisë, i cili merret kryesisht me prevenimin apo largimin e plagëve dekubitare të cilat vijnë si shkak i aftësisë së kufizuara. Përveç tjerash, ofrohet edhe shërbimi i qendrimit ditor, të cilat ofrohen në qendrën tonë, dhe shërbimi i pajisje vendimse, i cili ofrohet për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe përveç tjerash edhe këshilla juridike falas. Ndoshta përderisa jemi edhe tek pajisjet ndihmëse, kisha vazhduar me Kaltrinën ta pyes se sa ndikojnë pajisjet ndihmëse si karrocat dhe mjetet e tjera në përmirësimin e cilësisë së jetës së përfituesve. Ariana, shërbimi me pajisje ndihmëse është prej atyre më esenciale që ka Handicos si organizatë, duke qenë se tashmë ka 3 dekada apo 30 vite që ne ofrojmë këtë shërbim, pas një kosto, sepse në të kaluarën, pra çdo herë kemi ofruar pajisje ndihmëse përfshirë karroca manuale, aktive, paterica, apo çkado që u është dashur personave me aftësi të kufizuara dhe jo vetëm, sepse këtë shërbim e kemi ofruar çdo herë edhe për persona të tjera apo qytetarë të tjerë në nevojë, që kanë pas të më thonë nevoja dhe faqshkurtra nga e gjithë Kosova, e që çdo herë jemi bazuar në donacionet që na kanë sjellur miqtanë që prej vendeve perëndimore, dhe më thonë kontingjentet të ndryshme. Mirë, po tash muajve të fundit ne kemi nisur që të zbatojmë edhe një
iniciativë apo një mbështetje të re nga Ministria e Shëndetësisë, ku janë blerë domethënë pajisje ndihmëse kryesisht për persona me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Pra implementimi i tërë kësaj tashmë ka nisur, pajisjet janë duke u ofruar çdo ditë për komunitetin, qoftë duke ardhur tek qendra jonë, qoftë duke u dërguar në shtëpitë e tyre në gjithë Kosovën, sepse sigurisht që ofrimi i këtyre pajisjeve kërkon profesionalizëm dhe specifika, për çka ne kemi edhe një staf të licencuar dhe të certifikuar, madje tashmë së fundi gjatë javës së kaluar, stafi jon i cili ofron pajisje ndihmëse ka marrë pjesë në një trajnim në Gjermani për marrë certifikime ekstra, sepse është paksa të themi veprimtari komplekse që dëshiron shumë kujdes dhe përshtatje individuale për secilin. Për çka me këtë rast i bëjmë thirrje edhe gjithë personave me status paraplegjik dhe tetraplegjik që shfrytëzojnë këtë mundësi të aplikojnë, ku dhënat apo informata tjera mund t'i gjejnë edhe në rrjetet tona sociale, sepse është një mundësi e mirë për t'ju garantuar atyre një jetë më të dinjitetshme, një jetë më cilësore dhe një lëvizje dhe komoditet shumë më të mirë në përditshmërinë e tyre. Po cilat janë projektet më të rëndësishme që po i zbatoni aktualisht? Kemi, domethënë, Hendikosi e shtrin veprimtarinë e vetë në ofrimin e shërbimeve sociale, për edhe në avokim, për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Disa prej projekteve që kemi implementuar gjatë këtij viti, por që lidhen edhe me vitin e kaluar, është ai shërbimeve sociale duke përfshirë fizioterapinë, mbështetjen psikologjike, edukimin special, logopedinë, në qendër dhe në shtëpi. Pra një prej shërbimeve cili ka qenë edhe programi i ri në 2 vitet e fundit, ka qenë ai mbështetur nga zyra UNICEF-it në Kosovë, ku domethënë ka qenë ideja që të mbështetet fëmia, por edhe familja në këtë rast. Pra shërbimi është ofruar nga stafi jonë në terren, varësisht ku është ndjerë më së miri fëmia, qoftë në shtëpinë, në kopsht, në QMF, në një kënd lojrave, kudo që fëmia pra është ndjerë më së miri. Por që ne kemi domethënë projekte që implementojmë në avokim, ne kemi këtë të fundit që ka të bëjë me ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ne kemi grupin HENA, është grup avokuesi fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilët avokojnë dhe lobojnë në përditshmëri për të drejtat e tyre. Dhe sigurisht që Hendikos është doherë shtytës dhe mbështetës për të mbajtur përgjegjës institucionet dhe ata të cilët e kanë në dorë që shtyjnë këto procese përpara. Sepse në fakt Ariana vlen të cekët që Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson që në gjithë botën jetojnë dikun 16% e popullsisë janë persona me aftësi të kufizuara, ndërkaq që në Kosovë sipas vlerësimit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka dalë që në Kosovë jetojnë dikun 21% e popullsisë totale janë persona me aftësi të kufizuara, që po e tejkalon ndoshta këtë përqindjen e OBSH-s, dhe për këtë arsye kemi legjislacionin në fuqi që i garanton të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, dhe ajo që ka nevojitet është vetëm vedia dhe vullneti i institucioneve për çuar përpara dhe për garantuar drejtat barabarta për gjithë qytetarët në Kosovë. Po cilat janë sfidat më të mëdha në të cilat hasin të gjithë personat me aftësi të kufizuara në Kosovë? Personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të jenë të diskriminuar në Kosovë. Ndonse kalojnë vitet, sigurisht që bazë përpjekjeve ka përmirësime, ka avancim të drejtave, por që ky komunitet vazhdon të jetë i diskriminuar dhe përballet me shumë sfida gjatë jetës së përditshme, nisur prej qasjes, qasshmërisë, e që ne çdo herë përmendim që kjo sfidë mas ne është zinxhirore për përfshirje tutje në jetën publike të personave me aftësi të kufizuara, sepse e kemi ligjin për ndërtim, e kemi udhëzimin administrativ që e përcakton saktësisht se si duhet krijohet qasja nëpër institucione publike apo private në Kosovë, por që nuk po zbatohet në plotëni ashtu edhe siç duhet. E për këtë po mungon vullneti i atyre që e kanë në dorë që duhet zbatojnë diçka të tillë.
por që sfidë tjetër vazhdon tjetër dhe përfshirja e ullët e fëmijëve me aftësitë kufizuara në edukimin e rregullt, sepse sipas një statistike të fundit të mashtit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, ka dalë që nga 212.000 nxënës sa janë në total në nivelin fillor dhe të mesëm në Kosovë, dikun vetëm 3.600 prej tyre janë nxënës me aftësitë kufizuara, që sigurisht që numri i atyre që jetojnë në Kosovë është shumë i madh, por që disa prej faktorëve që ndikojnë në mos këtë përfshirje është fakti që shteti nuk po jep mundësi, nuk po krijon qasje në objekte shkollore, nuk po krijon numër të mjaftueshëm të asistentëve për mbështetje të fëmijëve në përshkolla, pastaj mungon edhe transporti adekuat, shkollë, shtëpi dhe anasjeltas, dhe ka shumë faktorë që janë përjashtues dhe determinues të këtij aspekti. Po në përgjithësi ka për shembull edhe mungesë të shërbimeve të mirëfillta shëndetësore. Një prej çështjeve që kemi ngritur kohëve të fundit si Hendikos është nevoja për të garantuar rehabilitim institucional. Kjo është prej grupeve më të rrezikuara të shoqërisë dhe sigurisht që ka nevojë për mbështetje institucionale, për rehabilitim dhe për të parandaluar së paku komplikacionet të cilat i kanë prej gjendjes së tyre. Po, si e shihni Kosovën pas 10 vitesh në aspektin e përfshirjes dhe barazisë për personat me aftësi të kufizuara dhe cili është vizioni i Hendikosit për këtë ardhmen? Misioni dhe vizioni e Hendikosit tash e 4 dekada ka qenë dhe mbetet avancimi të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, si dhe krijimi i kushteve apo përmirësimi i kushteve të jetesës së personave me aftësi të kufizuara, duke i përmend dhe duke bazuar në gjithë këto sfida të cilat vetë se u thanë nga Kaltrina, idealja kish me qenë realizimi i gjitha këtyre sfidave të cilat pastaj do ta ngrisin sigurisht cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara, përveç tjera është sigurisht krijimi i qasja në arsim, qasja në shëndetësi, e tutje edhe në jetën sociale. Gresa dhe Kaltrina, nëse do t'i drejtonit një mesazh institucioneve dhe qytetarëve në Kosovë, cili do t'ishte ai? Ariana, personat me aftësi të kufizuara nuk kërkojnë diçka të jashtëzakonshme, thjesht të trajtohen si qytetarë të barabartë të këtij vendi dhe të zbatohen të drejtat e tyre që garantohen edhe me ligj, pra me legjislacion. Për ndryshe, ne si Hendikos, që nga themelimi, që tashme ka 4 dekada, ne kemi qenë çdo herë monitorues të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, por kemi qenë edhe mbështetës dhe bashkëpunëtor të institucioneve për çuar gjitha proceset përpara. Kështu që Hendikosi ka edhe strategjinë e vet 5 vjeçare, ka rregullorët dhe gjithçka tjetër ku mund të kontribojë në mënyrë të vazhdueshme sa i përket çdo aspekti që ka të bëjë me jetën e personave me aftësi të kufizuara. Përndryshe është mirë të përçohet edhe mesazhi që dhe vetë personat me aftësi të kufizuara të ngrisin zërin e tyre, të kërkojnë drejtat e tyre dhe të mbajnë përgjegjës institucionet për t'i zbatuar ato. Përndryshe, personat me aftësi të kufizuara janë pjesë produktive, pra mund t'jenë edhe pjesë e punës, e tregut punës, vetëm që duhet krijohet hapësirë për ta dhe thjesht të rritet edhe vedia në shoqëri në mënyrë që ky komunitet pra të trajtohet i barabartë me gjithë. Gresa? Me që Kaltrina përmendi pothuajse gjithçka lidhur me mesazhet dhe punën e Hendikos, unë do doja vetëm thjesht ju drejtohem institucioneve të krijojnë mundësitë, të përshtasin mundësitë, qoftë qasjen apo çka do tjetër që lidhet me një jetë të përgjithshme, një jetë me cilësi, dhe me krijimin e këtyre kushteve e di se personat me aftësi të kufizuara mund të arrisin potencialin e vet. Gresa dhe Kaltrina, faleminderit shumë që ishit pjesë e Pasion e Profesion. Ishte kënaqësi shumë e madhe që të dëgjojmë më shumë rreth Hendikos, por gjithashtu të na tregoni edhe të gjitha projektet e planet që i keni edhe për të ardhmen, por edhe që të gjitha ata që po na ndjekin këtu në emisionin Pasion e Profesion të mësojmë më shumë rreth Hendikos dhe rreth edhe të gjitha atyre gjërave që atyre ju takojnë, edhe personave me aftësi të kufizuara, por edhe qytetarët që të marrin më shumë informacione. Faleminderit shumë edhe një herë dhe kam një dhuratë për ju për fund, edhe mund të shijoni edhe ushqimin ju bëftë mirë. Faleminderit shumë. Kjo dhuratë është e ëmbël nga Lind. Pak ëmbëlsi. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Maria. Faleminderit shumë edhe një herë. E tash
Po I shohim edhe këto receta. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë edicion të Pasion e Profesion. Faleminderit shumë Podravka, e cila mundson çdo herë realizimin e këtij emisioni. Dua të falenderoj shumë edhe mysafirët që ishin këtu me ne dhe Liridonin bashkë me Pashtrikun, të cilët na sollën receta shumë të shishme këtu në studion e Pasion e Profesion. E ne shihemi përsëri javën tjetër, të dielën nga ora 18. Mirupafshim.